Spitali Universitar i Traumës ka dhënë detaje mbi gjendjen shëndetësore të plagosurve nga aksidenti i rënd i ndodhur në autostradën Tiranë-Durrës. 5 pacientë të cilët ditën e djeshme janë paraqitur koshient dhe të stabilizuar pas trajtimit mjekësor sipas protokolleve përkatëse, janë larguar nga spitali jashtë rrezikut për jetën, me këshill nga mjeku. Gjithashtu pritet që edhe një pacient tjetër të largohet nga spitali gjatë ditës, jashtë rrezikut për jetën dhe me këshill nga mjekët, bën me dije Ministria e Shëndetësisë. I mituri 8 vjeçar ndodhet në reanimacionin e SUT me parametra jetësor stabil. Gjithashtu në reanimacion ndodhet edhe një shtetase vietnameze me nënshtetësi çeke, 56 vjeç, e cila është në monitorim intensiv. Ajo paraqitet me parametra jetësor stabil, por në gjendje të rëndë shëndetësore për shkak të dëmtimeve të shumta të marra. Fëmia 14 vjeçar ndodhet jashtë rrezikut për jetën, në pavion, në kujdesin e stafit mjekësor, me dëmtime në gjymtyrët e poshtme. Sa i përket pacientëve që ndodhen ende në observimin e urgjencës dhe që janë nënshtruar ndërhyrjeve kirurgjikale, gjendja e tyre shëndetësore është e stabilizuar dhe do të vijojnë të qëndrojnë në monitorim intensiv. Ndërta është edhe një shtetase çeke me origjinë vietnameze 20 vjeçe.